Pehlivan, ku ka dalë frika njerëzve. E pe reagimin e Spiropalit. Shoku Rama. Si I thoshte Iliri atëherë ti, po ti shoku Rama nga të kemi. Po ti shoku Rama e ke pa reagimin e Elisa Spiropalit sot. Se I bëre sfidje, ma sill një draft. Si I thoshte mendje humbura, çfarë I thoshte këtyre që propozimit që I pati bë Spiropali për një marrëveshje të re për Shqipërinë. Sot Elisa Spiropali është përgjigj sfidës Edi Ramës. Nuk ka frikë të përgjigjet, ashtu si Neo Malsoria, e cila doli nga grupi parlamentar. Elisa duket se nuk ka ndërmend dal nga grupi parlamentar, nuk ka ndërmend t'i hapë rrugë këtij Pehlivani. Pehlivan po I them sepse e kishte përmbledh shumë mirë Elisa Spiropali në reagimin e sotëm të shkurtër përgjigje ndaj Edi Ramës. Partia Socialiste duhet të vetë pastrohet në vend të përdorimit një katarsisi, siç duket për të mos u ringjallë reminiscenca të shkuarës. Nuk ka përdor katarsis, po ka përdor fjalën vetë pastrim. Të bëhet më dinamike, më demokratike, më kompakte, për të mbetur gjithmonë e re, gjithmonë e pastër, pa smërçe, pa myshje, pa ndryshje dhe pa pehlivanllëqe. Kjo më pëlqeu shumë, kjo pehlivanllëqe. Nëse do kishte një përkufizim të saktë të qëndrimeve të Edi Ramës, fjalimi I djeshëm, po edhe qëndrimet në vazhdimsi për protestën ku shan bloggerët, shtremohat njëherë kështu, njëherë ashtu. Fjala e duhur në fakt e paska gjetë Spiropali është Pehlivan. Pehlivani është një tip mashtruesi, orator, që gënjen, është mjeshtër në mashtrim dhe hedhje hi syve njerëzve. Këta e bën shumë mirë dhe këtë ja paska kap shumë bukur ish ministrja jashtë me ish kryetare e parlamentit, ish ministre e shtetit që e ka pas Elisën ky. Kemi ardhur në një fazë të revolucionit që po merr formë revolucioni. Ajo që unë kam deklaruar që ditën e parë, ky është një revolucion brenda smajtës. Ja ku e keni reagimin brenda smajtës nga një eksponent I rëndësishëm I të majtës. Eksponent që nuk vetë largohet, por ka shpall betejën për Partinë Socialiste, për pastrimin e Partisë Socialiste. Që Partia Socialiste e ka në dorë këtë punë, nuk kam pas as ditë dyshim. E vetmja dyshim I ka qenë që këta mund të friksoheshin, dhe mund të mos përgjigjeshin. Mund të mos I kundërpërgjigjeshin Ramës nga frika. Por me sa duket nuk janë gjithashtu. Mund të jetë Taulan Balla që ka frikë të shkëputet nga Rama se s'shkëputet dot. Por nuk pati frikë Neo Malsoria. Biles ti thotë edhe që ti je bashkëpunëtor I bandave, se më kërcënon bandat. Nuk pati frikë Elisa Spiropali dhe I ka bërë një sfidë jashtëzakonisht të duhur. Pra që ka nevojë kjo parti, siç e kam thënë në vazhdimsi, që duhet të vetpastrohet. I ka thënë kjo parti duhet të jetë pa ndryshk. Që nënkupton që Edi Rama është një njeri ndryshkur, është një rëngaj, që shpesh e kam pas përdorur këtë, si shprehje, rëngaj, njeri I vjetër, njeri I mbaruar, por edhe pehlivan. Pehlivani është një tip kopuku që në të ri bën kështu gjëra të tilla, manipulime, gënjeshtra, mashtrime, por nuk I heq këto vese as në pleqëri. As sot që është I ndryshkur, Edi Rama nuk I heq veset e Pehlivanit dhe ja ka identifikuar dhe ja ka vu gishtin në plag. Zmërçe, dikush janë?
Për shembull kur lexova postimin e Spiro Palit, zmërç, mu duk ajo, po ta keni pa videon e Ramës kur fliste dje që ka i proj psiqik që derdhi dje para deputetëve që ishte si ceremoni mortore, funeral politik i vetvetes, që thash dje. Aty zmërç mu duk për shembull fytyra e Mirela Kumbaro, si shifte kështu tavanin. Kur ky merrte frymë, ajo shifte kështu nga tavani, kjo do thotë zmërç, këto lloj njerëzish, se për shembull Mirela Kumbaro e ka përdorur Edi Rama për të shkatruar një nga pasuritë më të ralla 3000 vjeçare që e ka Shqipëria, Butrindin, parkun kombëtar të Butrindit. Dhe Mirela e thoshte ajo pika e vogël atje, që siç e kemi pas sot, kishte bërë dhe aurontari një shkrim të shkëlqyer, e shkatroi me dorën e Mirela Kumbaros, duke përdorur Mirela Kumbaro. Kjo është zmërç. Zmërç është kur zë lavatriçet ose këto i zë ajo i gangrenizon, edhe nuk lëvizin më ato kuzhinetat e kujto. Një tjetër gjë ishte kompakte Partia Socialiste, duhet të jetë kompakte. Sot Partia Socialiste është me rryma të ndryshme, hajdutët tërheqin se kush me i qosh, Edi Rama në krah tjetër, pra nuk ka kompaktibilitet ajo parti. Dhe Elisa siç duket e ka bërë një analizë të tillë dhe ka arrit në këtë përfundim dhe në këtë sfidë. Ta bëjmë marrëveshjen e re të madhe, të thellë, të vërtet, duke pasur parasysh se po nuk lartësuam veten, nuk do ta përmirësojmë vendin, i thotë Edi Ramës. Tash mund ta lartësojnë veten Edi Rama? Edi Rama është i zhytur deri këtu. A mund të shkojnë Edi Rama t'jap llogari përpara Partisë Socialiste në këto kushte që është, kurse si vetëm me shërbëtor që i merr i vën rresht përpara dhe ju ma leksione 4 orë gjasme, do me i trullos këto Sara Milen e Zeqinen e Tërmetin, sikur është i lexuar dhe i përmend historinë e Odises, që edhe atë e di mrapsh. Nuk e di sakt sot se çfarë përmend atje te podcasti vet, pra fillo bos si filozof edhe bos si njeri i lexuar, vetëm në këtë formë do ky me erujt me majt kompakte partin. Kompakte me ignorantët. Është thirrja që bëj Elisa, nuk është kompaktibilitet me ignorantët, është kompakte me njerëzit. Partia Socialiste sot është e shkëputur nga realiteti. Kjo parti duhet shpëtojnë, dhe po shpëtoj kjo parti, ka shpëtu pastaj Shqipëria. E kemi thënë qysh herët këtë punë. Unë jam i bindur që Elisa nuk është vetëm, ka deputet në këtë punë, ka deputet që t'ja trondis karrikën e Edi Ramës. Sigurisht ka tani hipoteza të ndryshme që thonë shiko se Edi Rama e ka nxjerrë vete Lisën që mos tikin fare komplet nga pushteti, po të majnë Lisën, po është e pashmangshme që ky revolucion do zgjidhet në mënyrë institucionale, po nuk shkohet në zgjedhje me këtë mazhorancë, do shkohet në zgjedhje me qeveri teknike. Pra për gjithë ata që fantazojnë tani, kanë fillu disa, po do fillojnë edhe disa tjerë, thonë jo, po se e ka fut vetaj, se Elisa e mbron, do e mbrojnë, po e përdor. Elisa Spiropali e ka lëvizje këtë, edhe me të çduket nga reagimet që i ka të matura, të përmbajtura dhe me thelb, i bie që nuk është vetëm. Nuk pas ka qenë derdimene trollake si këto Mirela Kumbarët e këto tjerët, por pas ka qenë e strukturuar. Tani ajo që doja unë të ndodhte, me që ky parashikim deri tani ka dali sakt për Elisën, që e kam cilësu ky është revolucion brenda smajtës, dhe i vetmi njeri që momentalisht mund ta udhëheq, mund t'i bashkohet edhe Ditmir Bushati kësaj pune, po ai reagoi pak vonë, megjithatë ka hapësirë për t'u bashku, për ta demokratizuar dhe për ta marrë Partinë Socialiste nga Edi Rama, për të mos e lënë Partinë Socialiste dhe socialistët ti tërheq zvarr
një njeri i zhytur deri në fyt. Ajo që dua unë, që mendoj unë, ose që besoj unë, që po them më mirë po e them dëshirë këtë tani, është që çfarë i mungon ende kësaj gjëje që të zgjidhet, pra që të shkojmë drejt zgjidhjes së çështjes së këtij revolucioni masiv të paprecedent, të mirë organizuar, një revolucion që nuk e kap dot askush. Pra sepse është ngrit për një qëllim të caktuar, është ngrit për të pastruar Partinë Socialiste dhe për t'ia marrë Partinë Socialiste pengmarrësit Edi Rama. Në këto kushte, reagimi i detyrueshëm, i nevojshëm, por edhe si një formë shpagimi për socialistët, duhet vinë nga Gramoz Ruçi. Gramoz Ruçi është njeriu i cili e mori Partinë Socialiste dhe i ia dha Edi Ramës. Ja bëri dhurat Edi Ramës. Edi Rama e kriminalizoi, e mbushi e lidhi me mafian, e korruptoi, e plaçkitje shpopulloi Shqipërinë përmes Partisë Socialiste, duke përdor Partinë Socialiste. Edhe sot ka ardhur koha që Gramoz Ruçi ju ka i borxh socialistëve, por akoma më shumë ju ka i borxh shqiptarëve. Të dalë publikisht edhe t'i thotë Edi Ramës të heqë duart nga Partia Socialiste, të lëshojnë Partinë Socialiste që të marrë frymë Partia Socialiste, sepse nuk ka pse mbytet Partia Socialiste, sepse është mbyt Edi Rama. Këtë pres unë tani, nuk e dia do ndodh, por në bindjen time kjo është hapi i radhës që do ndodh. Pastaj kemi Gramoz Ruçin, kemi Etem Rukën, kemi Namik Doklen, ka shumë emra të tjerë, të cilët janë socialistë të vërtet, të cilët Edi Rama i flaku për ta bërë Partinë Socialiste siç e ka bërë sot një organizatë kriminale. Kupolën e Partisë Socialiste, nuk flas për antarësinë e Partisë Socialiste, por kupolën e Partisë Socialiste e ka bërë një organizatë kriminale, dhe këta njerëz, duke filluar nga Gramoz Ruçi, ja kanë borxh socialistëve këtë punë. Ja kanë borxh pastaj shqiptarëve. Që t'i vënë dorën mbi plak edhe t'i thojnë këtij të çmenduri që koha jote mbaroi. Le të shkojnë, se aty e ka Altin Dumanin, edhe po që i Zoti le t'i shpëtojnë drejtësisë, duke përdor Altin Dumanin e duke përdor Spakun, por të mos majnë më peng Partinë Socialiste, mos majnë më peng Shqipërinë. Një reagim i tillë nga këto personazhe përgjithsisht të nderuara socialist do të bënte të mundur që t'ju dalë frika shumë deputetëve të tjerë në Partinë Socialiste dhe ta lejnë Edi Ramën me Sara Milen, me Zeqinen, tërmeti i ka hik atij, me Zeqinen edhe me atë guhaken, Mirela Kumbaro, me këtë lloj kategorie zmërçi ta lejnë, sepse është ashtu e meriton, nuk meriton mëshirë ky njeri, dhe kjo është përgjegjësi intelektuale, politike dhe shoqërore që këto persona e kanë ndorë, t'i japi një mesazh të rive shqiptar që socialistët e ndershëm, socialistët patriot, nuk janë dakord me një maskara që i ka marrë peng, që u mori peng partinë dhe shkatroi Shqipërinë përmes partisë tyre. Do ta shohim se si do shkojnë më tutje kjo punë, por sot me reagimin e Elisa Spiropalit nuk po vazhdoj të them a ju thash as ju thash, sepse kush më ndjek mu e di këtë, se edhe më shanin mu në fillim sulmoni, se thoshin je kundër revolucionit e je kështu. Unë kam thënë në fillim që unë nuk jam kundër revolucionit, po ky është revolucion brenda smajtës, që pronari Edi Ramës nuk do që ai të vazhdojnë më, do t'ja prish kontratën, dhe u ngrit revolucioni, dhe në një revolucion brenda smajtës, me vërtet unë nuk është se kam pse përfshihem aktivisht, unë e mbështes si qytetar, e mbështes fort,
por nuk ka pse dal me atë flamingon krahë atje domethënë. Kështu që ja ku jemi në kushte krejtësisht të reja sot dhe në një sfidë, në një sfidante të re, serioze, të Edi Ramës, që është Elisa Spiropali. Por ajo do mbështetje. Deputetët e Partisë Socialiste duhet ta kuptojnë, mos ju mpi trut Edi Rama me odisera e me budalliqe që lexon përpara jush, se është i mbaruar dhe kush rri me të është në një anije të mbytur. Lëshojeni, shoh punët e veta, po e deshët fort mos i uroni të keqen, por lëshojeni dhe pozicionohuni në anën e duhur të historisë. Dhe këtu duhet detyrimisht, sepse ja kanë borxh, ta japin kontributin e tyre siç e dha Arta Dade, siç e ka dhënë Ermelinda Meksi, siç e ka dhënë Irena Beqiraj, siç po e jep Ditmir Bushati, t'i bashkohen thirrjes për një marrëveshje të re për shpërtimin e Partisë Socialiste që ka bërë Elisa Spiropali, edhe figurat e njohura me në krye Gramoz Ruçin, Namik Doklen, Etem Rukën, e tjerë që s'më vinë më ndërmend tani, por që janë të shumt. Ky është një nga kulmet e revolucionit, ky reagimi i kësaj sot, i Spiropalit. Vazhdojmë me ndjekim revolucionin dhe ndjekim tani edhe gallatat e Muammar Gaddafit të Tiranës apo Miloševićit të Tiranës, që çdo ditë më shumë do degradojnë, do të shmendet dhe do mundohet, nuk është i lehtë, e kemi përsërit disa herë, nuk është i lehtë ai për ta heqë nga aty, dhe çdo ditë do ta shohim se sa i poshtër është ai njeri për të mbajtur pushtetin dhe çfarë është në gjendje të bëj Edi Rama për të mbajtur pushtetin. Po i shkon Macronit nesër në takim urgjent, sepse një kompani e të lidhur me Macronin ka dhënë se çka ka dhënë sa parë fotovoltaike këtej, edhe po shkon t'i kërkojnë haraçin. Do bëjnë përpjekje të papara, me kosto, me shumë kosto, për të mos elshu karrigen e kryeministrit, sepse është i friksuar, është i implikuar dhe është i kokë e këmbë i kapur. Është i kapur nga bandat dhe e narkotrafikut vendas dhe ndërkombëtar. Ata kanë investuar para nën garancinë e Edi Ramës dhe nuk është kollaj tu shkëputesh atyre. Ajo është si vallja me ariun, që e fillon kur do ti, por nuk e le dot më kur do ti. Edhe Edi Rama sot është në një valle me ariun dhe nuk e le dot më kur do ky, po kur doj ariu. Kështu që forcat duhet jenë të shumta, të bashkuara për një qëllim të mirë, për një Shqipëri të mirë, për t'ju përgjigjë kësaj rinie, për t'ju përgjigjë kësaj armate e migrantësh që kanë ardhur, njerëz të zot, njerëz të mençëm, njerëz ditur, që kanë ardhur dhe i kanë vu shpatullat Shqipërisë për ta mbajtur vetë, për ta shkëput nga narkoshteti, nga lidhjet kriminale, nga pengesa për ta futur në Europë. Është pengesë, Edi Rama nuk hyn kurrë Shqipëria në Bashkimin Evropian me Edi Rama. Mbajeni mend këtë. Mbështeteni Elisën, mbështetni këtë do, zgjidhni këtë doni, pastaj kryetar partie, nuk ka rëndësi fare, po të çlirojeni një herë partinë nga ky langaraq, nga ky rrangaje, nga ky pehlivan i poshtër. Mirupafshim.